Pas protestave të djeshme në Shkup të shoqatës së veteranëve të luftës të UÇK-s, sot ka reaguar Partia Demokratike Shqiptare. Në reagim thuhet, dje edhe njëherë BDI-ja nëpërmjet Fazli Veliut, dajës së Alis, u shfaq me maskën e patriotizmit duke protestuar 1 kilometër larg ambasadës së Serbisë, miku të shtëpisë së tyre. Shqiptarëve të Luginës nuk ju nevojitët Fazliu, Aliu e BDI-ja, nuk ju nevojitën patetizmat dhe paftyrësia e këtij subjekti politik që i ka marrë në qafë shqiptarët e Maqedonisë, ku për çdo ditë nënçmohen, maltretohen, burgosen, rrihen dhe vriten nga qeveria ku ata bëjnë pjesë. Shqiptarëve të Luginës nuk ju nevojitët për krahjen nga ata që vran Harun Aliun me shok, nuk ju nevojitët për krahjen nga ata që organizuan monstrën. Shqiptarëve të Luginës nuk ju nevojitët Fazliu, Aliu dhe BDI-ja, sepse kjo BDI ka përkrahur ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim policor me Serbisë dhe Maqedonisë. Kjo BDI ka përkrahur bashkëpunimin në gjyqësi në mes të Serbisë dhe Maqedonisë. Kjo BDI është dakurduar nga ministri i mbrojtjes së Serbisë, i akuzuar për krime lufte ndaj shqiptarëve, general Diković, sepse kjo BDI dhe ky Ali para disa muajve këmbën ngulën të na bindin se policia e Serbisë është e reformuar, saqë u bën lobist të Serbisë për në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kjo BDI ka ndarë mjete bugjetore për të festuar Dačići, Nikolići, Gruevski dhe Aliu beteje në Kumanovës, Sveti Savën. Për fund, nëse Fazli Veliu kishte qenë patriot pa mask, duhet fillimisht të protestonte para selisë së BDI-s. Dhe krejt në fund kemi një pyetje për Fazliun, Aliun dhe BDI-n. Pse nuk vendosni një lapidar të UÇK-s në qendër të Kërçovës dhe Shkupit, thuhet në reagimin e lëshuar nga Partia Demokratike Shqiptare.